Sa bëhemi gati tani për të mirëpritur një vajzë e cila po ashtu është nënë e 2 fëmijëve dhe adrenalina që ata japin është e krahasueshme me adrenalinën që i jep edhe muzika. Ajo është një artiste që ka provuar skenën më herët se të vinte në The Voice. Nuk e di pse këtu do të marrë një konfirmim që mbase Gjetk nuk e kishte marrë. Do të këndoj një këngë të harruar të Amy Winehouse, e cila u publikua pas vdekjes së saj në 2012-ën. Me nota që vetëm ajo diti thur, mi prisni Bora Doklen. Të them të drejtën, nuk e kisha menduar kaq të bukur si eksperiencë, jam shumë e lumtur. Këngë që do këndoj kësaj radhe është e Amy Winehouse, Stronger Than Me, dhe nuk është nga ato hitet e saja, por është një këngë shumë stil dhe më pëlqen shumë. Shkuaret e mia dhe ardhjet janë sakrificë që lë familjen mbrapa, por mendoj se ja vlen. Ja vlen sepse është meritor.
tjetër të Amy Winehouse, Bora mbyll natën e parë live të The Voice, ishte e fundit nga skuadra e Almës. Bora Shkodra ashtë me ty. Bravo. No, prit. Se është edhe një Bora na shkrive, po kjo puna Bora na shkrive? Nuk e kuptoj. Shkriu Bora në mal. Bora na shkrive, me ide në shumë. Po, e mora vesh. Pastaj është dhe një dhe Bora Zami që vibron zemrat. Wow, sa shumë pas keni bërë. Bravo një që. Të filloj unë, ta themun? Ta thuash. Shika, do flas pak shu, si që me njohin të gjithë që e din që unë jam pak si troq. Ajo është e papar. Ska. Edhe do t'i them këshu, o motra, po ti mos je pak nga Vlora që këndon këshu? Jam nga Vlora, jam. Ti je, nuk e di, faleminderit që ke ardhur në The Voice, sepse ke zbukuruar këtë sken. Dhe unë këtë kërkoj nga dikush, kur dua ta shoh në sken, këtë kërkoj. Nuk ka nevojë të vërtasësh, është e rëndësishme të komunikosh, të flasësh, ta marrësh atë mikrofonin vërtet sikur e ke një jo mjet që të tremb. Po është pjesë e jotja. Dhe ti në sken je si në shtëpinë tënde, je rehat fare, ti bën qef në sken. Dhe këtë duhet shohin gjithë këngëtarët nëse duan të arrijnë diçka. Jo, se është... Kemi tjetër marrëdhënie në Voice, si dritë. Jam kurioze me një gjuhë. E kuptova se ishe gjithë Jo, lexova aty edhe një pankart tjetër, Shkodra është me ty, sidoqoftë mos harro Shkodrën. Nuk mund do të ndryshe nga një familje artistësh, nuk mund mos ndodhë që të buronte një artiste e vërtet. Thuaje, thuaje. Pse, thuaje, ta mbar. Jo, dëgjoj, po them unë një gjë, se u bëra kaq vite që punoj në televizion, se nuk doli në një tabel Leskoviku është me ty, Allah. E po se ti me sa duke se ke trumbetuar Si çfarë, jo një çfarë, a kupton? Edhe është vërtet që ajo lodron sken, ndjet absolutisht e sigurt, ka një sensibilitet për të pas zili, nuk lë pas dorë as vokalin, pra i bashkëndon kaq bukur të dyja gjërat. Mund ta them me plot gojen që Alma me të vërtet ka dy artiste super të formuara në ekip, që janë Vesa dhe Bora. Alma, për ta mbyllur komentin? Është shumë e çuditshme një gjë me Borën. Kjo këndon prova, po aty që e bën në sken nuk e bën prova. Dhe unë vetë jam kurioze kur shoh një kallaballëk notash që shtohen gjatë kohës që këndon kjo. Edhe më shë me ata sushi gjatë me po e bëj edhe këtë. Unë sonte për Borën mund të them në përgjithësi si paket ishte në perfekcion. Borë do të shihemi pas pak bashkë, faleminderit ty.